është shkollë politike që duhet të shërbejë si referencë për të ardhmen. Shkodra është shkollë politike dhe andikoj, pra çështja e përplasjes me Ramiz Ladrovës. Është drejt në gosht e lidhën. Edhe me... Kryekëpot e lidhur. Jo kryekëpot, po është në gosht e lidhën, përveç dy faktor janë, të cilët do me thonë e kanë e kanë detyru kryetarët e Partisë Demokratike të Kosovës që të dërhiqet. Një është rezultati DAP në zgjedhje, siç e tha kolegu, në 2-3 parë zgjedhje, Partia Demokratike nuk ka njohje, po është menaxhu, do me thonë, ramja e saj, ka mit në kuotat që është marrë, ose ka lëviz minimalisht me vota, dhe keq menaxhimi total me komunën e Drenasit, apo thonë ndryshe me konfrontimin e panevojshëm me zotin Ladrovci. Ka qenë A i friksua një paralajmërimi, një revolucioni ka pas dy dëgja, zoti Krasniqi foli shumë në konferencën e tij, por stregoi shkaqet e dhënies dërheqjes. Dhe kjo duhet diskutohet. E tha për arsye përgjegjësie për të krijuar një momentum të ri në PDK-s. Cila është përgjegjësia? Keq menaxhimi, rezultati DAP në zgjedhje. Rezultati DAP duhet të jetë koherenca brenda subjektit politik, dalja nga ardhë, do me thonë se, dëgjë, ky njeri ka ardhë në krye të Partisë Demokratike të Kosovës pa një gartë mbrëmshme. Nuk ka pas platforma Partinë Demokratike të Kosovës kur ka ardhë në krye të saj. Tash, me asë sa unë e pash, në fund, i njëjti bani thirrje që të përsëritet i njëjti standard. Në ardhë dikush, prapë do me thonë pa një gartë mbrëmshme. Kjo nuk është e shëndetshme për subjektet politike, cilat do qofshin ato. Dhe nuk mund të shitet se një akt i madh politik, apo si shkollë politike, si shpëdhët visare, po është një detyrim imediat i kohës, sepse kishin disa zhvillimet të cilat nuk shkonin në favorin e komplet kryesisë partisë, po veçanërisht lidershipit, se partitë na dihen një lideristike dhe lidert vendosin, po duhet marrin edhe përgjegjësi. Humbja e komunës së Drenasit, përballë mrena llojit, domethënë, sepse zoti Ladrovci akoma thotë që është pjesë e Partisë Demokratike të Kosovës. Do thotë që s'ka që largon nga PDK-ja pas. Ishte totalisht një gabim mënyra se si u vepru para zgjedhjeve gjatë fushatës elektorale, po u keq administru edhe më shumë pas rezultateve të cilat dalën. Tash, vendi rrezikohet të shkojë në zgjedhje të jashtëzakonshme. Paralajmërimi i zotit Ladrovci dhe disa figurave të Partisë Demokratike, të cilat u solidarizuan me rezultatin e zotit Ladrovci dhe pranuesit e tyre, që edhe në fakt është, duhet pranuar edhe nga kryesia dhe nga kryetari, ka kriju një alarm të mbrëmshëm, sepse nëse shihen, do me thonë, numri më i madh i votave, bazeni i votave është pikërisht në ato dy komuna, nga është edhe ADN-ja e Partisë Demokratike të Kosovës, nga vina dhe liderët historik të saj. Tani, nëse shihet grupi parlamentar i Partisë Demokratike të Kosovës, 2/3 e deputetëve vinë nga e regjan atje. Dhe imagjinoni tash, sikur të kishte ndodhur një lëvizje e re nga protagonist të cilët e paralajmëruan, do të përgjysmonte numrin ose do të zbrete në 20 ose 30% të deputetëve të Partisë Demokratike të Kosovës. Dhe do të binte diku rreth 10 deputet në zgjedhjet e ardhshme. Dhe kjo do të ishte domosdoshmë me përgjegjësi të mëdha. Andaj mendoj që është në kohën e duhur, përkundër keq menaxhimeve që kanë ndodhur viteve të fundit në atë parti. Është një parti kapital. Po, a u tregua fuqia e zotit Ladrovci brenda subjektit?